Edhe një fundjavë glamoroze në Monaco, aty ki veç kaviar, tatime për toke edhe super yje, si për shembull Jeff Bezos, Dua Lipa, Zidane edhe Dyshi. Kualifikimet e Monacos janë shumë të rastishme, se nga nuk është që mund me përfitu naj pozit pe i tej kalime, po veç nëse ndodh naj ndeshje ose naj undercut në bokse. Norrisi absolvoi një super Giro ku e thej rekordin e Monacos, ku edhe e kaloi Leclercun shpejt vet për 100-at. Piastrin tretin, Hamiltonit katërtin, Verstappen pestin, po mas nej Hamiltoni u denu për 3 vende se ka pengu Verstappenin Giro shpejt edhe ran vend 7. Risi e kësaj garës u konë që për me bo ma interesant, e kam pas të obligushme me hi 2 herë në bokse. Fillimi i garës ke kogja dramatik ku Norrisi i blokoi gumat u frenun kthesën e parë, po prap arriti me majt venin e parë. Por ndryshe s'ka ndodhur kur gjë diçka interesant. Interesant u konë me prit mos po bëhet interesant. Ai spat faj Verstappen që tha, ti edhe me na shti 10 herë në bokse me hi, ma interesant s'bohet. Për çata edhe unë nuk jam çaq fan si Monacos, sepse shumë rrallë bëhet interesant. Kendo fazë me flamujt verdh, ama nuk pat naj fan ndryshimi drastik. Norrisin këtë garë kallzoi veten që është i unë për kampion, se për një me ka vozit një super garë pa pik problemi. Për ndryshen top 10 që s'ka pas as një ndryshim pozita për pas Alonso që ju prish bolidi, edhe Hamiltonit që dul prej venit 7 në 5, që nikosisht u kon për mu shoferi i javës. Tash po më intereson me një ju në komente se a ju pëlqen gara Monacos edhe kush u kon shoferi i javës. Piazze.